Tash ju gjithë e keni parë filmin Flutra në kabinën time. Jo në kabinë kësaj radhe, po? Në shesh. Këtë herë. Po si e ke marrë e ke vënë flutrën aty njerë, dhe jo një. Po sa flutra ke vënë ti kështu në këtë gjendje kështu, me krahët hapur që të ekspozuara? Po. Kjo është sepse unë i rris vetë flutrat, edhe pas ciklit të tyre të jetës, pas i përfundojnë ciklin, i përjetësoj kështu i balsamos dhe merre natyrën. Merre natyrën në dorë. Ti i kapi kultivon i bën o që nga jeti? Unë nga Mjeda. Nga Mjeda. Okej, se mos kujtoni se gjitha gjërat e bukura ndodhin në Tiranë, në Mjet, më në Mjet. Jemi shumë afër me Shkodrën. Si e ke emrin ti? Marko Prendi. Okej, ti Marko ke bën një shkolla diçka? Biolog mjedisi, ka një vit që merre me këtë. Jo, ka një vit që merre me këtë aktivitet. Me aktivitet. Tani shneti me këtë ti ishe në shkollë, ke parasysh prindrit, ti thua duat ka flutra ti mbaj aty, pastaj ti balsamos. Kjo diçka që ka ardhur me kalimin e kohës. Nuk është se kam fillu shkollën me idenë që do merrem me flutrat. Po si erdhi? Ka lind me kohën. Ka lind pasioni për flutrat, ka lind me kohën. Ti gjithmonë ke pas qef flutrat? Kam pas qef gjën e gjallë. Domethënë çdo gjë e gjallë. Po jo mos e tash i kështu me arinje dhe me tigra, nuk do bëjmë neve, po me flutra. Do kisha qef merr edhe me ato. Ti nuk është se je thjesht i dashura me flutra, po këto janë më të imta dhe mbahen më kollaj. Kjo është më thjeshta për momentin. Okej. Si i mban ti tani këtu? Ku i mban ti këtu? Në kopshtën e flutrave, tek Eterna Leden. Pra ti nuk je ai që deri në Lëndin e kap atje e sjell këtu. Jo, vjen ajo për. Okej. Po si rritet? Ua, është krejtë pa konceptuar. Si rritet flutra vet? Po përkushtova që ti krijosh kushtet për gjithë ciklet, gjithë fazat e jetës së saj, rritet. Nga veza, nga vemja, nga pupa dhe pastaj del flutër. Po pse ka kaq shumë llojshmëri flutra ashtu te ne, se ne nuk e kemi parë. Ne në Shqipëri kemi 163 lloje. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe ti këto në 163 gjë mënyrën që të vinë aty të ti të lloj? Jo gjitha, jo. Kam bërë temën e diplomës për Vaudesin, edhe në Vaudes janë rreth 30 specie. Jo të 30-at ka mundësin t'i rris, sepse kërkojnë kushte që rriten në mal, po ato që rriten fush i rris. Tani si rritet një flutur? Ç'a bën ti? Nuk ti ka jo se ti apo ju ken kafas? Kam me rjet. Pra, tash edhe unë. Pra i keni një rjetë të madhe vinë aty. Nuk kanë xhelozi flutrat me njëra tjetrën në sulmon, si u prishin krahët. Janë territoriale. Edhe flutrat e kanë këtë gjë, ëh? Çdo gjë gjallë. Çfarë gjë problemi i kemi ne njerëzit, më, dhe flutrat e kanë këtë gjë. Edhe njerëzit nga natyra kanë marrë këtë gjë. E kuptoj. Shiko, ajo është gjithsesi delikate, është e butë, etj. Ka diçka femërore të flutra? Femërore. Gjënia femër e flutrës femërore, po domethënë që të flutra mashkull. Si quhet flutra mashkull? S'ka emër. Fluturak. Nuk ka term. Ç'a bëjmë meshkujt tek flutrat? Kohën po e krahasoj me njerëzit. Kohën e çiftimit e kanë shumë gjatë se njerëzit, shkon 16 orë. Çfarë thua? 16 orë duke kërkuar flutrën e vet? Jo, që çiftohen. Që bëjnë dashuri. Një mashkull dhe një femër bëjnë 16 orë dashuri. 16 orë shkon. 16 orë rinë shkon deri në 16 orë, po. Kjo është befasuese. Kur fillon akti, po, mashkulli është ai që fikson femrën, domethënë femra vetëm rri poshtë, mashkulli fluturon, kërkon ushqimin për të dy. Domethënë është ai që mban peshën. Çohet me ushimin vjen. Po, nuk është se rri një vend. Edhe nga kjo dashuri sa flutra dalin? Me qindra. Me qindra. 16 orë se bëhen nga. Ja vlen. Okej, voj 100 sop. Ja vlen. Lloje që ke? Këto janë lloje që nuk janë gjitha të Shqipërisë. Ato që rrisun janë kjo e bardha këtu, të bardhat përgjithsisht, kjo këtu, edhe kjo këtu, janë disa, janë miksim nga kolegë, janë nga kolegë në për Europë, biolog. Dhe si balsamosën janë shumë kurioztare? Balsamosja është teknik që duhet me pas kujdes të pjesa e krave. Quhet tamam balsamosje, po ngrirje quajmë në termin biologjik, ku ne ngrim krahët flutrës edhe rreshu. Mos i trego sekrete, se filluan edhe të tjerë me flutra. Këto janë gjëra që i gjen edhe në YouTube fundi. Po në dimër jetojnë këtu? Po i krijove kushtet po. A dhe në dimër jetojnë? Edhe në dimër. Po i krijove kushtet jetojnë. Shiko, ka ndryshuar diçka në karakterin tënd që kur fillove të merresh me flutra? Jo. Më sensibël me gjinin femëror. Ka qenë një frikë, sa mos ndoshta të qenë që merrem me flutra, që flutra karakterizohet
lidhet me femrën, mos ndoshta kujtoj njerëzit që jam femër, po jo, jam mashkull. Pas flutrave fshihet një mashkull. Jo, ato se vë në dyshim, ja fare, po vetëm e kisha idenë që ka ndryshuar që ti t'jesh karshi femrës më delikat. Kam qenë gjithmonë. Merrem dhe me art. Mbarojnë femrën mbase? Ja vetëm kështu kur I thua që single jam. Çfarë thua? Po pse? Ç'mi po? Po duhet dalësh nga mjeda. Nuk më lën flutrat, nuk më lën flutrat. Vetë si marrin do rrim aty në mjet. Je djalë fantastik. Ku I tregton? Ke mundësi apo jo? Në Instagram. Si të kërkon? Teleshikues? Eterna Leden. Bukur, klikoni aty vetëm Instagram. Në Instagram. Po, edhe mund të bëjmë porosi. A nuk do të ishte fantastik? Edhe personalizime. Pse si bëhet personalizimi nëse vendos një emër të flutra? Zgjedh flutrën cilën do të përdorësh, cilat të pëlqen më shumë, nga ato që kam në dispozicion gjithmonë. Okej, dhe ti mund të shkruash një emër diçka e tillë që mund ta ketë? Edhe ajo bëhet, po përgjithsisht deri tani kanë ardhur zgjedhin lulen, zgjedhin flutrën. Kjo është fantastike. Zgjedhin mënyrën e kupolës. Po, jam shumë kurioztar. Kjo është e vogël për shembull. Ja ti ke edhe më të mëdha. Sa shkon çmimi I kësaj? Kryua një ide. Kjo 1000 lekë. 1000 lekë vetëm kaq? Po kjo është fantastike. Krahasim me çmimin e tregut janë shumë të lira. Shumë e lirë. Kur mendoj mundin për të arritur, për ta kapur, për ta vendosur kaq estetikisht dhe për të bërë dhuratën më të veçantë që ekziston në botë. Po ty të lumt. Shumë faleminderit. Edhe një herë thuaj atë adresën aty më që ta fiksojnë mirë, mos Eternal e tutje s'ka më dhuratë të tjera, do merrni nga këto dhuratë do t'i bëni për njerëzit tuaj të zemrës. Thuaj edhe një herë adresën? Eternal Leden. Okej. Të përgëzoj shumë. Shumë Je faleminderit. fantastik. Faleminderit shumë. Po të drejtë, nuk është se kisha në plan që me dalë në për intervista. Jo, po unë I se rëmbëj. përruja ekskluzivitetin. Jo, tek unë, te pusho shqiptar që është vend ideal. Faleminderit. Shumë faleminderit.